Të dashur telespektator, mirëmbrëma. Fillojmë revistën televizive. Mbrëmja e ujit të bekuar zbret nga dalë dhe unë për ty si që ndjeva malë. Zgjat aparatin për xhirim, papritur pikas mbire imazhin tënd të veçantë, me goditjen si rufe. Sytë e tu tek sytë e mi kanë zënë pusi. Nuk e di si ndodhi, nuk e di. Di vetëm që atë pas dite binte pa pushim shi. Ti erdhe drejt meje me pardesy fësh e gri. A ishin kota arta, unë dhe ti, me pardesy si për shi, por që gëzoheshim pa kufi, duke u dritur për qafoheshim unë dhe ti, dhe haronim njerëzit për karshi. Ti më dhurove një unaz, unë të dhash 2 fëmijë si Flori. Cigaren nuk e ndalove asnjë çast, edhe kur kinezët prisnin urdhrin tënd të bekuar, sepse kishe kaluar shumë libra në duar, ishin rusisht dhe frëngjisht. Tu jam ndim të dajtit, ku shef kishin pandin. Sa bukur komunikoni. Shpresa, këtu je ti, po mua më duke sikur jam edhe unë. Se bashkë rinim. Gjeneva dëgjonte zërin tënd, tek ndaheshin frekuencat në botë. Ti më bëje krenar me heshtjen tënde gri të ftohtë. Të donin e respektonin të gjithë, kolege drejtues, teknik e pastrues. Por unë isha e para në karvan dhe shpirti im përpolitej sa shqiptonja fjalën defekt teknik në ekran. Ja çfarë tha Xhemili për ju të dy? Imagjini I Emenit është unë edhe Pami jemi si një pëndhje që të rreqim telvikun e punës në radio televizion. Sa përcaktimi bukur, Xhemil, edhe për ty, edhe për Pamin veçanërisht. Shpirti I tij lat në qiell të ndri. Zhurma e rufeve ishte zhurmë e llahtarshme, pasi nuk ishte vetëm një rufe, por ishin një seri rufesh që binin njëra pas tjetrës dhe krijonin një lloj paniku dhe një lloj rreziku edhe për jetën e personave që shërbenin aty. Kjo ishte një nga vështirësitë edhe nga vështirësitë e tjera, sepse shpesh edhe rrugët për të çuar në malin e dajtit ishin të zëna nga dëbora, ishin zëna nga njerë jo pak kohë, dhe vështirësonin edhe furnizimin dhe jetën e personave që shërbenin atje lart. Pandi ishte një përgjegjës që mori përsipër mbulimin e gjithë territorit të Shqipërisë, I cili ishte kryesisht me koldra me male, domethënë, dhe transmetimi
në përgjithësi krijonte një lloj vështirësie kalimit mbulimit të gjithë të terrenit. Pandi tani duhet zgjedhte pikat e mundshme ku duhet të bëheshin këto pikat ritransmetuese. Unë inxhinier Pandin e kam të fiksuar nga fëmijëria ime. Në atë kohë, kur babai im u ngarkua me detyrën për ngritjen e radio-televizorit shqiptar. Inxhinier Pandi ishte krau i djathtë i babait tim. Ai ishte shumë i aftë profesionalisht, me një intuit të lartë që zgjidhte detyra nga më të vështira që i ngarkoheshin dhe me një shpirt shumë të madh që gëzonte një reputacion mjaft të mirë në kolektivin e radio-televizorit shqiptar. Unë Pandi Papalilon e kam njohur që në ditët e para të fillimit të punës time në televizion. Do të shkoja ke drejtori i përgjithshëm, sepse më kishin lajmëruar që duhet të paraqitesha tek ai të filloja punën. Dhe në aty në dhomën e pritjes ishte ulur dhe një djalë, se djali ishte atëre Pandi, që po priste dhe ai të hynte në zyrën e drejtorit. Dhe aty folëm me njëri tjetrin, tha ti fillon punën, po i thash unë, nga Korça edhe filluam të flasim me njëri tjetrin. E kur erdhi drejtori, se s'kisha bërë akoma, kaloj aty, i tha Pandi edhe unë dëgjoja dialogun e tyre, se isha aty me ta. Dhe i tha Pandi, 3 ditë kemi kthyer, që shërbimi vështirë, tha, po, tha, kishim mjaft punë, një mbledhje shumë të rëndësishme në Gjenevë. Pandi dinte të përfaqësonte Shqipërinë dhe radio televizionin shqiptar në arenën ndërkombëtare jashtëzakonisht mirë, me shumë dinjitet, si barabartë mes të barabartëve. Dëgjova Thanas Nanën, që ka qenë drejtori im i parë, nuk e theshte kur fjalën të lumtë. I tha Pandit se po i shpjegonte Pandi se çfarë pune kishte bërë aty. Gjetjet në maksimale të sinjalit në lartësit dhe maja, duke fillu nga maja e Dajtit deri në maja e Mindës dhe të tjere, duke vizituar shpesh herë dhe jetën e tij. Ai punonte pa u lodhur dhe ishte mjeshtër i çdo situate të vështirë që përballonte puna e gjetjes së sinjalit dhe e ngritjes së antenave. Shpesh herë ai ka rrezikuar jetën edhe në këto momente. Ai ka qenë një hero për mua, që për guximin dhe aftësitë e tij ai gëzoi respektin e të gjithë njerëzve që e rrethonin, si në shoqërinë e madhe të tij, ashtu edhe në njerëzit të profesionit në televizion. Në dorëshkrimet e lëna nga profesor Rifat Kryeziu, tregohet me radhë se inxhinier Pandi Papalilo luftoi për shpërndarjen e sinjalit televiziv në të gjithë Shqipërinë deri në Kosovë. Pandeli Papalilo, ose siç e kena pastir në shokët e vet, inxhinier Pandi, ishte inxhinier i talentuar. Ai dha një kontribut të madh në mbulimin e vendit, Shqipërisë pra, me një sinjal televiziv. Pandi ishte shumë i saktë dhe i përgjegjshëm në llogaritjet që kryte. Më kujtohet një rast. Udhëheqja e asaj kohe ishte shumë e interesuar për shikimin e programeve të televizionit shqiptar në Kosovë. E një bisedë që pata me Pandin i thash, Pandi ti kërkon të jesh shumë i saktë dhe gjithmonë më në rezerva në llogaritjet që bën. Ashtu është, më tha, kam rezerva, por sidoqoftë, ky sinjal do të jetë i fortë dhe ti je i sigurt që televizioni shqiptar
do të shihet në Prishtinë dhe në qytetet e tjera të Kosovës. Jo vetëm në zbatimin e studimit, por edhe në lojën e kanaleve, nga inxhinier Pandi kena dalë fitues në luftën teknike, si themi, midis dy shteteve, të pranuara edhe nga pala jugoslave. Përshëndetje nga Prishtina. Televizioni shqiptar duhet adresuar një falënderim i madh, po mendoj ne shqiptarët këndej kufirit për faktin se bën një punë të jashtëzakonshme ata teknik që mbajtën gjallë gjithë ato programe, gjithsesi dhe gazetarët dhe stafi kushdo që punoi atje dhe mbajti si thua lidhshmërinë mes shqiptarëve këndej dhe andej kufirit. Pra televizioni shqiptar bëri gjithë atë punë dhe sot duhet t'i uroj edhe për dokumentarin e kushtuar kësaj figure të rëndësishme që mbajti pra gjithmonë flas për aspektin teknik në transmetimet dhe gjithë atë po e quaj mal me programe që u shfaqte radio televizioni shqiptar. Ka qenë djali i qetë. Ka qenë kërkues i sres. Që kur ka qenë i vogël, ka qenë kërkues e asaj që nuk u lidhej nga të tjerë. Ishte interesant kjo, edhe mua më ka bërë që kur kam qenë vetë fëmijë, që kur kam qenë 7 vjeçar, më ka bërë fëmijë, e doni shumë. Dhe lojrat i modifikondo, siç të thash. Ne jetuam të darë, si thash, vajtëm në tërmet. Kishim restorant Evropën atje, kjo thash, dhe kishim shtëpi atje. Dhe jetonim bashkë. Dhe kërkova tani unë një fotografi që kemi bërë në 43-shin në borrin e shtëpisë. Ku ishte dhe Pandi dhe vëllezërit e mi dhe unë jemi dhe këto. Mamat tona. Mamat tona po të veshura si qytetare. Qytetare dhe të bukura. Të dyja të bukura. Sa unë atje kam lindur, edhe nga është edhe Pandi yt, quhet zona e Shqerisë. Janë të gjitha fshatrat të vendosura kështu varg njëra pas tjetrës, që janë shpërmbulur dikur ka tragjyshit tanë, kanë ardhur aty për shkak të fesë në kohën e Turqisë, me sa kam arritur të zbuloj unë nga njerëzit rreth e rrotull, po jo të them që kjo është 100% e sigurt, por të gjithë më kanë thënë që prejardhja e tyre është nga lëkursi i Sarandës. Pas rastin që pamin ta njoh në radio televizion ku kemi punuar, ka qenë një njeri nobel, do thosha, tepër punëtor, gjithë një kokë pullur, ashtu me atë cigaren e vet të pandar, që e kishte bërë pjesë të vetes, dhe ishte vërtet një njeri i mrekullueshëm. Kështu që Angelina ka pas fat që në krah ka pasur një njeri të tillë siç ka qenë Pandi. Nuk do të ardhoj asnjë. Çfarë ju bënte që ti ishit të dy krah njëri tjetrit? Më ke thënë diçka, ju ka thënë një rus. Po, në kam thënë. Juve njani si dy vjen nga njëjti Korkov. Kishit në një preferencë për profesor të caktuar? Na donte shumë ajo që na erte rusisht, plus mbas dite. Se ne përveç leksionet dhe bënim edhe i rusisht mbas dite për ta perfeksionuar. Ajo na donte shumë. Ali nonaj të donte si perëndi. Kishte lidhje të forta Çeliku që nuk i kuptoja kurse si. Ti i thoshe përmendsh poezitë e Eseninit, unë lexoja novelat e Çehovit. Ti më konkuroje në rusisht, kurse unë mezi lexoja dhe italisht.
Koha jon ishte kohë e Sputnikëve në hënë. Ne kishim në dhomën e gjumit mbi mur 2 hemisferat e botës, ku prapeshin sinjalet magjike me hapësirë toke, deti. Universitetit, pas studentët kemi qenë në kujtojnë me nostalgji dhe me shumë kënaqësi. Veç aty Pandi Papalira një njeri gëzuar, qeshë, që s'kishi laftë kur me në i shokë me në njeri. Si do që ti drejtoheshe. Dhe ai që bashkëpunos me të gjithë. Me veç aty unë kisha shokëri me ta. Sa shumë shokëri. Më thatë që edhe për leksionet? Që i mbanit me shënim? Po, leksionet i mbanit me shënime, me lapë karboni, sa s'kishin tjera asilografe, gjera këtos. Edhe i bani refletore në ato fatë lekëshet që qenë atyre në atë kohë. Këtë për shuheshit. Mi po më shkoja shumë keqe dhe nuk i lezoja në njërë do të shkrimin tim dhe isha marrë herë basere i merja dhe Pandit, sa i shkruan dhe mirë. Edhe i merja leksionet edhe lezoja të atje, kur maron të fletorin e para e merja javën të parin e a i merë dhe fletorin e dytë, e kështu vazhdojnë fletorin mas fletore. Deti. Të dy ishim me horoskop ujor, ti peshqit, unë gaforja. Çdo vit kalonin pushimet në plazh, ku fëmijët rriteshin duke na i bërë qefin të dyve dhe veçanërisht nëna Vitës që i rriti për mrekulli. Ndërsa nëna Vasilika vetëm ndonjëherë në plazh si për çudi. Notin jo mësove fëmijëve e tij, ndërsa unë me frikë si gjithnjë. Ta kisha Zili, ishe i pari në notë. Njëherë u trëmba se po notoje aq larg sa u rreshtuan kureshtar shumë njerëz në breg të detit Adriatik. Zakoni më i bukur yti gjatë pushimeve, mbledhja e guaskave dhe gurve të shkëlqyshëm si diamant. Bashkëshortët, një fjalë magjike, të kesh pranë dikë, në halle e gëzime, në ripërtëritje e ngrirje. Dy njerëz që njëri tjetrin plotësojnë në një harmoni të përjetshme, duke lënë pas vetes frute bukurie nga një motiv i përjetshëm dashurie. Dhe me det, pandi ne u knaqëm pa fund në Greqi, në plazhet e Athinës, Nafpaktos, Patmosit. Paleo Faliro ishte plazhi i parë për ty, më i kënaqshëm, më i këndshëm. Athina ishte dhurat perëndie për ne, në kohë të mira e të vështira. Erdhe me ditus, si me flatra, se të priti si birin e saj zonja Stathopulu, ku unë punoja madam de kompani. Dy mamat tona nuk e kuptonin dot si mund të bëja punë unë, e mësuar vetëm si krijuese në televizion dhe kinostudio. Po ti jepe vetë se edhe në emigracion unë isha gazetare pranë Bashkisë së Athinës. Ishte jehona e pasionit tim të parë. Ndërsa vëllai im Raqi të gjeti një punë të lehtë me rregullimin e radiove të kinezëve. E mban mend mirë. E pa dhe vëllai im Sotiri imazhin tënd mbi re. Po Vilma Bleta, që të kishte ngjitur në zyrë dhe shtëpi, tha për ty: Pandi ishte ëngjëll këtu dhe tani ëngjël në qiellin blu. Këtë që pashë Angelina u habita shumë. Pashë Pandi lart një qiell. E pashë ashtu si që njihja kur ishte i ri. Njeri që kishe lexet të bëjë një muhabet me të. Me çdo temë që të nisje, të fillonte e të mësoje nga ai, se e kishte nga eksperjenca e jetës. Është një njeri që ka punuar ku ka si ai inxhinier që ka punuar mal më mal.
dhe ka vënë antenat për t'i dhënë Shqipërisë, po edhe Kosovës, për t'i dhënë televizioni, për t'i dhënë të rejet informacione. Nuk ka si pati, mburem me atë kunat. Është i mrekullueshëm. Mua më doli si përftyrim në re, siç më doli Skënderbeut. Si e ndjen ti? Ishte një mrekullie dhe nuk gati se mos besosh, po si ka mundësi mos e besosh kur e shikon me gjithmonë unë e pash tamam portreti i tij me kokën e ulur. Atë që thash domethënë që ishte i manqur, i rëndonte koka. Dhe njëkohësisht edhe lëvizjet i bënte të prera, i bënte të llogaritura, nuk bënte të tepruara. E nuk donte kështu lavde. Jo asnjëherë. Nuk kërkonte. Ishte shumë i thjeshtë. Po i thjeshtë, po ama kishte brenda kishte gjuarësinë e tij. Po. Ishte i mrekullueshëm. Me Pandin jemi miq të vjetër dhe koleg. E kemi filluar punën që nga vitet 70 në televizion, ku Pandi ka pas drejtuar gjithë anën teknike të stacioneve që ndërtoheshin në përmale. Më vonë jemi bashkuar prapë dhe kemi bashkëpunuar kur bëshin transmitimet direkte të ndeshjeve në përrethe ku kushtet nuk i favorizoshin. Dhe me Pandin na ka ndihmuar shumë që të gjishim pikat malore, ku nuk ekzistonte as energji elektrike të gjitha dhe ku vendosim aparaturat, antenat për të transmetuar ndeshjet nga Berati, nga Vlora, nga Tushemishti, nga Porsenani, nga të gjithë, po thuj nga të gjithë rrethet. Një njeri i përkryer në ana teknike, e cila në atë kohë nuk gjendeshin shpesh këta njerëz. Kur dole në pension, lagja Pankrati u bë streha jone ngrohtë, 10 minuta larg nga amfiteatri në qendër të Athinës. Shtëpia e parë, shtëpia e dytë, ku rinim me qira. Po mbi të gjitha, ne kishim edhe shtëpinë e zonjës Popi, ku luanim çdo mbasdite me letra, lojën e bukur Biriba. Ti fitoje gjithmonë. E kam shkruar tek libri biografik gjëra gjatë historinë tonë, nga televizioni në emigracion. Unë botova romanin e parë me nxitjen tënde dhe të Margaritës. Më ndihmoi edhe Albert Moravia, që e përktheva, kur ndruan regjimet. Shto dialoge, më thoshe, hiq ujin nga gota tënde e verës. Si vjet ti mbushe 85 vjet nga lindja dhe unë 75. E plakur ec pran Akropolit me kujtimet e paharuara për ty. Dhe e them së brëndshme, këtu në Athinë ne të dy kaluam pjesën më të bukur të jetës sonë. Kur isha pranë teje, Pandi, unë e ndjeja veten jo emigrante, por turiste. Zonja Popi më la të shkruaja për Margaritën, duke e lënë në plan të dytë ndihmën për të. Dhe thonë pastaj pse jemi mirënjohës. Po të ishim mos mirënjohës, do të ishte turp për dinjitetin tonë. Athina për bashortin tim Pandi ishte si Tirana. I mungonte vetëm bilardo atë. Të mungonte vërtet nëna Vita, mamaja jote e dashur, por kishe motrën Eva që linte kokën për ty.
të jepnin dashuri të gjithë, se ti e kishe emrin e bekuar. Çfarë të kujton Pandi ty? Pandi Papalilo, një punonjës i radios dikurshme, ku na bashkoi fati rastësia dhe që dha me morëm me njëri tjetrin përshtypje të cilat mua më shoqërojnë e sot e kësaj dite dhe do më shoqërojnë. Për Pandin si në aspektin qytetar, si në aspektin profesional, si në shumë vlera të cilat ai i përcillte me atë qetësinë e tij, me atë natyrën e tij të qeshur, me atë cigaren që nuk e ndante asnjëherë nga bluza, dhe kur fliste me një zë që nuk e ngritte asnjëherë, po komunikonte jashtëzakonisht bukur me të gjithë ata që e rrethonin. Dhe natyrisht unë kam ndjerë keqardhje për ikjen e tij se nuk e kishte moshën, por udhëtar jemi në këtë botë dhe varet çfarë gjurmë është lënë. Pandi i la gjurmët e tij, me të cilat kujtohet si një nga punonjësit e nderuar e të respektuar të radios dhe televizionit shqiptar. Athina e sidomos sporti i Pireut të ktheu tek vitet studentore në Leningrad. Vije me qef këtej, dhe unë si kinaste i vizualizoja kujtimet e tua. O ki qornje, o ki strasnje, ti bëheshe meditativ. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекраснее. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидя вас, я и мне добрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать Dhe fëmijët tanë ishin dy tingujt më të bukur të kësaj jete, jo të zakonshme, që bëhej më e fortë edhe në distancë. Kjo foto përmban kujtimet më të mrekullueshme nga Patmosi, ku vajtëm tek motra jote, Evelina. Edhe u pritëm kaq bukur nga dimët e saj, Mondi dhe Toni. Në Athinë kisha Shën Pandelimon, një kishë historike familjare. Dasma e vajzës Soni Liriana në këtë kishë madhështore, një pikë kulminante e gëzimit prindëror. Erdhi edhe Donaldi nga Italia, se në atë kohë studionte në Universitetin La Sapienza të Romës. Unë isha me kumbaron, zonjën Popi, që i vuri kuror çiftit të ri. Këngët popullore greke ishin balsam për ne emigrantët. Jemi kaq pranë me zakone e tradita, veç me dokumenta nuk u rregulluam dot. Veronën e kam pasur shumë afër në vitet e Athinës. Dhe kujtimet për Pandin na shoqërojnë, sidomos pranë detit. Dhe ndodhi çudia përsëri. Është e çuditshme.
Në çastin kur ne bisedonim për Pandin, edhe kujtonim anës detit, na doli një person, tamam sikur të ishte Pandi, me atë trastën që kishte mbledhur gur anës detit. E çuditshme. Dhe pastaj na erdhën 3 herë rreth e përqartë mbi koka tona, tufa e zogjve, që edhe e filmuam sigurisht. Kujtimet bukura pranë këtij bregdeti të jashtëzakonshëm. E mban mend? Vinim këtu. More Pandi, sa gjëra të bukura kemi bërë këtej dhe jemi në Ostria me Angelinën. Dhe kujtojmë një ditë që kishe ardhur bashkë me Pandin. Jeni ulur të aerotullami atje, edhe keni ngrënë, ka pasur dhe trapeza. Është dimër edhe i kanë mbledhur ato. Ja, erdhi dhe Kolumbi aty. Shiko, erdhi Pandi. Erdhi Pandi. Shiko. Edhe jemi kënaqur jashtë masën. Pyes veten, si të bëra për vete ty? As unë nuk e di. Nuk ka ëndër më të bukur për një grua se dashuria pa kushte që më dhe ti. Ja këtu, Pandi luante domino. Si që i mbani juve ato dominot zotni, ashtu i mbante im shoq. Të kesh jetë të gjatë. Ta kujtoni. Faleminderit shumë. Qofshi mirë, shëndet për të gjithë. Një nga idhuj tanë në kuptimin më të mirë të kësaj fjale, sepse punët që bënte Pandi dhe mënyra si punonte Pandi ishte shëmbëllore. Kështu që me Pandin unë gjithmonë e kam parë si një vëlla tim të madh dhe ashtu doli vërtet ku ne bashkë bëm një shërbim në shumë interesant në një event të veçantë ndërkombëtar në Palermo të Italisë. Pandi vinte si drejtor i anës teknike dhe do të merrte pjesë në atë event, pikërisht edhe do të diskutonte jashtëzakonisht bukur. Unë vija nga ana e krijimtarisë të televizionit. Ishte fjala për krijimin e një rjeti nga rjetet më të para që shkruar në mesdhe i televizioneve publike kombëtare mesdhetare. Organizohesha nga Ministria e Jashtme italiane, ministri i jashtëm ishte De Michelis, një ministër liberal shumë i shkathët, i cili të themi u dashurua edhe me Pandin edhe me mua, sepse i pëlqeu edhe italishtja që flisnin, po mbi të gjitha diskutimet tona. Dhe vërtet ata duar trokitën fjalën tonë, edhe fjalën e Pandit, veçanërisht Pandi, dinte ti argumentonte mirë, dinte ti mbronte mirë, pa ngritur zërin, të imponoheshe me autoritetin e tia profesional. E bukura është se unë këti gjeja dia Pandit me kohë, po aty njojta dhe një Pand jashtëzakonisht ndjeshëm, jashtëzakonisht njerëzor. Rrethamet e sollën që unë të sëmuresha aty, dhe ai është sjell tamam si një vëlla i madh, e gdhiu gjithë natën me mua. Më thënë bëri çmos, më çoi bile, më mori, më çoi edhe në shërbimin e urgjencës Romës. Ja unë dhe du pyes për të djalin që është lidhur vajza ime, dhe doli që Pandi ishte një nga ata që më njifte mua se ishte edhe unë një teknikë aty brenda, që kishte një lloj marrëdhënie teknike edhe me Pandin. Edhe Pandi në atë kohë ishte thënë fjalë më të mira në rastin tim, kështu që ishte një kontribut direkt.
autobiografik, unë e theksoj faktin se jeta përbëhet edhe nga sfidat. Kur je pensionist, fillon betejë për shëndetin. Pandi bëri 3 ndërhyrje të suksesshme në Athinë, në operacionet për lëkurën dhe për qarkullimin e gjakut të këmbët, por sëmundja e rëndë në krahor ishte ajo më e dhimbshmja që e largoi nga ky planet. Që Pandeliu ishte një sëmundje të rëndë dhe u shtruar në spital. Sa e që vinja në spital isha i tronditur, kër shikon një shtrinë në spital, por ai mbaheshe në përgjithësi mirë, derisa sëmundja përparoi shumë edhe nuk kishte më mundësi. E kujtoj me shumë ato kohë shumë të vështira për Pandin dhe për familjen e tij. Spitali Evangelizmo, ku Pandi u trajtua për 1 vit e gjysmë, me ndihmën direkte të vajzës së zonjës Popi, Magda Dreger, që e kishte shtëpinë pranë këtij spitali. Ti tha, thimase ja ton Pandi. I met Pandi. I don't remember when. He was a very special person. I have very good memories of him. I really, really liked him. And I missed him a lot after he had gone. I wish he would be around us. And we have excellent memories. Një natë u çudita sa bukur e kujtoi Koço punën e ngritjes së antenave në midë të Mirditës. Tuar një stacion televiziv në malin midë të Pugës. Punonte nga mëngjesi deri në darkë, vinin në natën vonë, vinin në hotel ku kishin zënë disa dhoma të gjithë ekipi punëtorëve që punonin. Mbaj mend shpeshherë e prisnin nga ndonjëherë në darkë Pandin atje të sheshi përpara hotelit në Pugë dhe vinte i lodhur me zjeste, qizmet me balt, shikonte kështu, sa po më shikonte mua, hapeshte për njerëz fytyra dhe bisedonim. Pandi Papalilo ka qenë një inxhinier i shquar në fushën e inxhinierisë elektrike që ka dhënë një kontribut shumë të madh për televizionin shqiptar. Mbi të gjitha me Pandin kemi jetuar bashkë në një shkallë të apartamentit tonë dhe na ndanin vetëm 10 metra distancë. Ka qenë burr i urtë, burr i shquar, burr korrekt, dhe ka qenë shumë e emancipuar për atë periudhë. Dhe unë për Pandi Papalilon ruaj kujtimet më të bukura, më të mira, sepse ai e meritonte edhe më shumë nga këto fjalë që them unë. Pandi ka qenë njeri në gjitha drejtimet i shoqërueshëm dhe me vlera njerëzore dhe për shumë merita që ai ka pasur në cilësinë e tij si njeri. Deri në fund të jetës së tij nuk i dhan asnjë titull, asnjë vlerësim. Qoftë nga Kuvendi Popullor, qoftë nga presidenti, qoftë nga institucionet e larta që ta nderonin
ashtu siç e meritonte. Edhe Imvull Araqi kujton vizitën në kin të Pandit, sigurisht gjithmonë për punë. Pandi ishte njeri veçantë, ishte me gjithmonë njeri I rrallë. Po ku më tha një herë, se harroj kur, ti ke qenë në kin? Po, unë kam qenë para te në kin, s'ke qenë ti për para me, unë kam qenë. Edhe në kin se ka qenë dhe për shkote, sepse radio televizioni ke shumë besim ke ai shkonte dhe bëndi një detyrë më mirë se çdo njeri tjetër që mund të shkojë. Më kanë bërë përshtypje fjalët e veteranit të televizionit Astrid Omeri. Pandi I shikonte gjërat me pikatore. Unë I thosha shkencëtar, jo inxhinier. Nuk kishte problem që nuk e zgjidhte ai njeri. Pandi ka qenë një specialist I mrekullueshëm nga pikpamja profesionale, por edhe një njeri me një ndërgjegje gati si misionar për punën që bënte. Domethënë ai nuk shtiresh, ai I merrte me përgjegjësi të tëra njerëz. Një lloj idealisti që çdo shoqëri dhe çdo sistem ka nevojë për të tillë njerëz që nuk vënë interesin e ngushtë mbi integritetin moral dhe profesional. I tillë ishte Pandi. Pandi edhe kur ishte përgjegjës të radio stacionit të Dajgjit? Të Dajgjit. Po kështu me skrupulozitet e bëte. Dhe ai bën drejtor pasi mbaroi stazhin, ishte në stazh. Siç kam qenë dhe unë. Dhe pikërisht për kontributet tjera dhe përgjegjësi aftësitë e tija profesionale u propozuan në pozicionin e drejtorit teknik. E doni dhe e respektoni shumë të gjithë. Unë e mbaj mend Pandi ishte një specialist I nderuar dhe tani mori edhe një titull një specialist ndërkombëtar ta themi, sepse si më thënë ndërhyrjet e tija për mënyrën se si të organizohej teknikisht ky bashkim I këtyre televizioneve ishte I pa diskutueshëm prej tyre. Domethënë e çmuan tuajt që më është dukur se nuk është çmuar aq sa duhet në Shqipëri. Pandi ka qenë një nga specialistë, por specialisti më I mirë I fushës së tij. Gëzimi I dytë I Pandit në Athinë ishte vizita e Donaldit shoqëruar me të fejurën e tij Mikelën, bashkëstudente në Rom. Ne ishim bërë miq tek lokalet Ciao, si në Pankrat, ashtu edhe në Paleo Faliro. Vajza ime Iliriana e ka figurën më të dashur të gjithë jetës baban Pandi, I cili e mbante me këshilla edhe gjatë studimeve në Tunizi. U qa reqjeli për një qast dhe doli papritur shpirti I tij I shenjtë. Bir, të kam dashur shumë, ta dish, dhe do t'jem mbrojtja jote përjetësisht.
Dhurata ime për Pandin lart në qiell është ky film me rastin e 85 vjetorit të lindjes së tij. Nga parajsa, shikon që familjet e fëmijëve të tij vazhdojnë dhe njihen me kujtime të bukura për gjyshin Pandi, që është bërë ëngjël e na del veç në ëndra dhe si imazh i bukur i paruar në qiell. Lavdi Zotit për çdo gjë, këtej e përtej universit të pafund.